Ajo është një femër interesi, leku. Më thot që pa o babi këtu kam qenë dhe mami me atë quni, me pizza. Më ka dalë në kamerë dhe më ka folë drejt për drejt. I kam videot, i kam gjitha. E i thash, të lutem, mos e bëjmë. Shqipëri. Ti faleminderit që e hoqe na mua dashurit të mbara. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mund të klikoni dhe të abonoheni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, në live-in tim do sjell historinë e një 31 vjeçari, i cili quhet Romeo, dhe vetëm përpara disa ditëve bashkëshortja e tij është larguar me djalin e vogël nga banesa me një person tjetër dhe ka mbritur në Francë. Ky baba kërkon ditën e sotme të denoncojë bashkëshorten, e cila është larguar në mënyrë ilegale me një fëmijë të dhe ka braktisur dhe 2 fëmijët e tjerë, 9 dhe 5 vjeç, në qytetin e Vlorës. Çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori do të jetë Romeo, i cili kërkon sot të jetë këtu në live me Odetën. Romeo, përshëndetje. Përshëndetje. Më telefonove sot që në orët e para të mëngjesit sepse bashkëshortja të ka ikur nga shtëpia. Më ka ikur nga shtëpia, më ka braktisur 2 fëmijë, edhe më ka marrë djalin e vogël. Pa leje kalimi time, unë ndërkohë isha në emigrim, pa leje kalimi dhe pa dalje në Shqipëria në dogana shqiptare. Por kur ka ndodhur kjo ngjarje? Jo, ka ndodhur kur ka folur me bashkëshorten, ka folur në datën 19 tetor. Ka folur edhe më ka thënë ika në babai se më bëri surprizë. Ajo kishte ikur në të dashur. To i kam zbuluar më vonë. Në datën 10 kam bërë një denancim. Edhe i kam thënë kështu. Okej, ndërkohë nuk më besonte zotria atje në komisariat, ka marrë bashkëshorten në atë moment dhe e ka dëgjuar vetë shefi komisariatit, e ka dëgjuar vetë se ajo e kishte kaluar vetë fëmijën, por nuk e di se si e kishte kaluar atë fëmijë. Pa letër kalim, pa prokurën time. Nga cila pikë doganore kishte dalë bashkëshortja juaj? Nga Kosova. Nga Kosova. Po, më ka marrë dashni saj që kur e zbulova atë dhe më ka ofenduar, më ka kërcenuar familjarisht, edhe më merë më ofendon, më shanë nëse doj ti jetë, thot, nuk e punë, thot me bashkër. Qështë nuk kam punë, nuk kam fëmijë. Fëmijën, tha, ti do bashkë atë 2 fëmijë, tha, Gramozi dhe Roelën, 2 fëmijë që kam, edhe kjo do mbajtë që kush je ti, thashun t'ja pëshur dhe mua, kush je ti, pasaj vazhdojt më shate, të ofendonte, më bënte shumë, kam detur një natë, të natën ka marrë fëmijë të afër, se di se çfarë presoni është, nga çfarë bën, çysh e ka marrë të fëmijë, çysh e ka kaluar jashtë vendit të fëmijë, nuk e di se çfarë ka ndodhur me djalin tim. Nuk e di. Ajo njeri pasaj më erdhën sa foto të saj. Edhe do t'ju tregoj, po nëse është e mundur, t'ju tregoj një video, se ajo nuk ka qenë një video që ajo ka qenë shumë e dehur, nuk e di çka ka pasur. Lëkune shekshu, nuk e di çfarë ka ndodhur me ata fëmijë. Çupën e ka shregulluar fare, e mirte me vete këtu në Vlorë, e çonte kam çupën në prezente, edhe nëse do të analizojmë të gjithë të çojë një psikolog, që ti tregoj të gjitha, kur ka marrë vesh çupa, që e jem as vjen më shapur, dhe dita ditës fëmija mua më tregoj njëra shumë të frikshëm që ka kaluar. E ka lënë poshtë hotelit, ka epur larg 2 orë, e ka lënë me telefon, e ka epur makinë me njerëz të panjohur, fëmijë. Këto janë të rënda, një nën që bën këto lloj gjeste, mirë tradhon burrin, po të marrë dhe fëmijët në për hotele, këto janë shumë të rënda, sinqerisht. Nuk e di qysh të veproj gjykata pres tani përgjigjen e gjykata vajta sot atje kam mbledhur komplet Vlorën në këtë. Nuk e di se si të veproj. Nuk e di absolutisht. Dua vetëm si fëmijën time të më kthehet në vendin tim, se kjo quhet. Ata më kanë rëmbyer fëmijën. Më kanë rëmbyer fëmijën pa leje,
Hajde pa leje, po e bëj Allah, pa leje. Ju po shkelje ligji, Romeo, një nën që merr fëmijën, kalon kufirin e Shqipërisë, pa një prokur të babait, ka shkelur ligjin. Këto nëna asnjëherë se kuptojnë që këto dënohen dhe me burg, me veprimet që bëjnë. Mi latë 2 fëmijët, mi praktisi këtu, maman e kam në karot, kush do t'i shërben dhe këtyre fëmijëve? Kush do t'i shërben dhe këtyre? Po jam nisur që nga Greqia, kam anë 10, se kisha edhe dhe për dokumenta. Në Greqi kam letra dhe gjitha, që kam që në Greqi, kam shuar edhe lek. Në Shqipëri, i kam dokumentat me data, me gjitha. Nuk po më zgjidh njeri, nuk e di se si të veproj. Nuk e di se si të veproj që të më kthehet fëmia ime në vendin tim. Romeo, të lutem. Romeo, do më lejosh të pyes? Po. Në datën 19 tetor, gruaja ka ikur nga shtëpia. Ju ishit në Greqi në atë kohë? Po, isha në Greqi. Si e mësove lajmin që ajo iku, i la fëmijët, të njoftoi nëna apo ajo vetë? Mësova lajmin, la mamaja ime më ka marrë, mamaja mua në telefon, më ka thënë iku, sa mua për në Francë. Se më qysh iku, i thash. Qysh iku, qysh e bëri këtë gjë, i thash. Më ka prokurën tim, qysh e mori të fëmijë, iku, sikur i kishte bërë babai surprizë, me gënjeshtra. Dhe me këtë presion më trashtonte 5 vite. 5 vite më trashtonte me këtë presion. Familja jote ku jetonte, në cilin qytet të Shqipërisë, kur ti, në Vlorë? Në Vlorë. Ti ishe emigrant në Greqi apo Itali? Po. Qa ke, nuk dihesh mirë? Ndihem e pësi. Po qetësohu, të lutem. Kam 10 ditë. Nuk e di se çfarë zi të veproj këtu, më përcjellin nga kjo derë në derën tjetër. Nuk e di se si të veproj. Romeo, ne jemi të dy këtu në këtë live, unë uroj që zëri jo të dëgjohet dhe do ta kesh mbështetjen time në maksimum për të gjithë historinë që po më tregon. Por le të vazhdojmë dhe të ma tregosh të histori pa të lënduar, sepse jam i sigurt që me pyetje që do të bëj, do lëndohesh. Do kujtosh të shkuarën dhe është e rëndë për një baba që ka 3 fëmijë, më i vogli është arratisur me nënën dhe mbi të gjitha ke 5 vite që je tradhuar nga bashortja dhe është e rëndë ta ka përdish tradhin. Është shumë e rëndë kjo gjë dhe të mirë kuptoj gjendjen tënde emocionale, por të lutem qetësohu dhe jepi pak forca vetes. Edhe burrat qajnë dhe nuk është turp të qash, por sepse të çlirojnë lotot, por mos u dorëzo. Nuk je as i pari as i vetmi, fatkeqësisht. Nuk jam as i pari as i vetmi. Kjo është jeta, në jetë për plas dhe nuk e di çfarë të ndodh në jetë. Thjesht mendoj fëmijën time se isha 7 muaj në Greqi, kam gjitha me dokumenta, me të gjitha, i kam të gjitha në dorë me fakte, dhe i usheva në vendin tim edhe s'po takoj djalin, kam takuar ta dy, s'kam takuar atë vloglin akut. Sa vjeç është djali i vogël? 3 vjeç. 3 vjeç, por fëmijët e tjerë sa i ke? E kam 95. 95 vjeç, pra ke 2 djem dhe 1 vajzë. Po. Djalin dhe vajzën e madhe ajo i ka lënë në shtëpi, ndërsa të voglin 3 vjeçarin e ka marrë dhe ka ikur në 19 tetor. Mund të ma tregosh çfarë i ka thënë nënës tënde, nusja vjerës, që do iki në Francë se babai më ka bërë një surprizë? Ashtu tekstualisht këtë i ka thënë. Do iki në Francë, edhe do rri 1 muaj, unë i besova, ajo më kishte ngritur 1 kurth mua atje. Por ndaleni, që të ma tregosh, sepse këto gjërat më vinë kështu papritur, një ditë të bukur gruaja ikën. Domethënë, konfliktet tuaja kanë pasur vite, le të themi, në familjen tuaj që kanë ndodhur, se nuk vjen se kështu thonë të gjithë, një ditë të bukur ajo iku dhe më la. Jo, nuk ndodh brenda 24 orëve. Besoj që keni pasur konflikte. Nuk ndodh 24. Ajo më ka bërë 2 herë në Greqi. Në Greqi ishim bashkë. Pa ndalur te Greqia, ndalemi te 19 tetorit, sa ajo është dita më e rëndësishme për ty që je ndar nga djali jot i vogël. Ajo i tha nënës tënde ish vjerës që po iki në Francë, por ty çfarë të tha në telefon? Ty të njoftoi? Nuk më ka njoftuar fare absolutimisht. Edhe mama në minutën e fundit e ka njoftuar. I sa më ka bërë babai një surprizë. Ndërkohë por vjeri juaj jeton në Francë? Po, vjeri im jeton në Francë. Po, pra, dhe ajo ka gënjur duke thënë se do ikite babai në Francë.
Po, sigurisht. Në komunikimin tënd të fundit në telefon, që ti ke pasur me të kur ishe në Greqi, të kishte lënë përshtypje që do ikte, të kishte thënë diçka? Jo, më thatë që do nxjerr pasaporta, edhe do iki në Francë. Jo, i thashuna, më tha që do iki në Francë, po jo në atë mënyrë. Do ikte që të ikte fshellës. Paktën të miste një leje, të çoje një dokument Për fëmijën, po. Që të ikte, nesa ajo kishte këmbulur për tu larguar nga vendi, nga Shqipëria, më thonte, po, do ndajemi, vija poshtë, bënim ndarjen, edhe të ikte, e lishme, çfarë dite gjykata për fëmijë. Qysh një nën e tillë, praktikisht dy fëmijë, minoren, ndërkohë unë s'kam qenë këtu si baba, se t'isha si baba këtu, do ishte pak më lehtë na fëmijë, për arsye se do kishin një mbështetje, do kishin paktën që ti laja, ti bëja ismetin, unë maman e kam në karrocë. I la me nënën e sëmur, me nënën tënde, që është në karrocë edhe iku. Por në një farë mënyrë Romeo ajo ta ka thënë që dua të iki në Francë. Ta kishte thënë, por nuk të kishte thënë ditën se kur do ikte dhe nuk të njoftoi fare. Jo, absolutisht. Në momentin që nëna jote të morin telefon dhe të tha që nusja është nisur në Francë, ti e telefonove, si quhet bashkëshortja juaj? Sidorela Juzi. Çfarë të tha Sidorela kur fole? Mu Sidorela më ka thënë jam në Francë në 19 që kam folur me Sidorela, tetor, më tha jam në Francë edhe më bëri babai surprizë edhe në rregull, thash në rregull, unë me vjerin nuk i kam dhe aq mirë gjërat. Këtë do të pyesja, ti fole me vjerin tënd që Jo, absolutisht. Ata kishin ngritur një kurth mua atje, se ishin gjeni për të djalin që mua më ka kërcënuar, ishin gjeni që ky i kishte kërkuar bashkëshorten time, ja kishte kërkuar që ta mite ai grua. Ndërkohë ajo ishte martuar me 3 fëmijë, ai kur kishte vajtur bashkëshorti atje kishte kërkuar azil për e dhunuar. Unë si isha pare në Shqipëri, unë mungoja në Shqipëria 7 muaj. Në Shqipëria. Edhe më thot mua do vish lartë. Në rregullit, ka mund do vi lartë. Sa mund do marrësh dhe fëmijë. Çfarë kufi do më bënte mua? Do shkoja në Francë. Por të lutem që të ma shpjegosh, Romeo, në momentin që gruaja iku nga shtëpia në 19 tetor, ti ke folur dhe atë ka thënë që jam në Francë dhe ti e dije që ajo ishte te babai, ndërkohë ajo kishte kërkuar azil dhe ishte me të dashurin. Po. Dhe të tha ty që të vije ti në Francë. Po. Po, dhe çfarë kurthi do ngrinte andaj teje, do më që ti e kuptove? Po, kjo ishte një kurth, ajo kishte bërë grua e dhunuar. Po. Edhe unë të mirë fëmijë, edhe të shkoja në Francë, në azil afër saj, policia e Francës mu do më arrestonte. Sa ajo të kishte denoncuar për dhunë? Po, dhe do më arrestonte dhe do më mite fëmijë. Dhe ata fëmijë mund të përfundonin në shërbimi social. Në shtëpi tek që, dhe këtu e kam problemin të fëmija ime i vogël. Dua të kthej fëmijën në vendin e tij se si kam besim, kam shumë fakte që ajo nuk është nën e përgjegjshme për fëmijën. Kam shumë fakte. Nëse doni që u tregoj faktet, që u tregoj gjitha, kishte vënë të dashurin e saj, më kërcënoi, do të vras, do të pres. Ai sigurisht një gjyqtar, më thonte mua ti do mbash ta fëmijë, dhe unë do mbaj Sidorela, do mbaj këtë fëmijë. Po kush është ky person, se kjo është e tmerrshme, kush është ky person që bën ndarjen e fëmijëve të tu në këtë lloj forme, e the bukur, ai të ka bërë gjyqtarin ty. Turp ti vit kur e njerëzve që bëjnë këto gjëra. Do t'ja u tregoj video, pastaj nga ardhur ca video të po ti shikosh do ti nuk e di se çfarë do mendosh ti si. Çfarë janë ato video? Mund të më shpjegosh?
Kush t'i soli atë video? Kjo video që ju them që është si e der, nuk e di se çka ka konsumuar në ato momente, mbas se fëmijë i ka trembur në atë video. Po Ajo video është bër ajo video, është bër për shaka. Po ndërkohë është bër për shaka, kështu se mendoni që ishte sëmur. Po nuk e di çka ka konsumuar, një sëmur, nuk kem shish. Po kush e ka xhiruar atë video si Dorelës? Atë videon e ka xhiruar ndesa ai me bashkë me çukon. Këtu në shtëpi bëni shaka, e kupton shaka, kështu kapi njëri tjetrin me video. Romeo, tani kjo video ti ke parë rastësisht dhe është xhiruar nga vajza dhe mbesa jote. Jo, atë video kam gjetur në këtë telefonin tu. Po. Që po flasim bashkë. E kam gjetur atë video, e kam parë jam çmendur. Edhe kam ndryshuar se më para kishim sa konflikte që kishte bërë të njëjtin gabim. Ajo më kishte tradhtuar, edhe ja kisha falur. Për atër të fëmijëve se kishin 3 fëmijë. Një burr që e trason një grua nuk jeton në kulturën shqiptare që ta fali. Ti e shatrin e fëmijëve se s'doja që fëmijët e mi të rriten një te një ande. E qartë, e kuptoj pse ke falur tradhtin. I dashur Romeo, nga momenti që gruaja juaj iku, kur të mori i dashur i saj dhe të kërcënoi pas sa ditëve, që ti e zbulove që ajo ishte me atë? Në datën 14 kam bërë denancimin e dytë që ka qenë momenti që unë kam zbuluar komplet ngjarjen që ajo që poloste. Poloste një kurs, një lojën e saj, datën 14. Edhe më fliste mua të gjëra dhe nuk e shikoja mirë Terezin e saj që më fliste. Më nuk e shikoja mirë, nuk e kishte atë sjelljen siç e kishte më parë me mua. Kishte ndryshuar. Po, kishte ndryshuar jashtë mase. Edhe i them si Dorela, i them si them unë atë nëjse. Vete pasaj ka ca mesazhe, shikoj. Pastaj gjej numrin e të dashurit të saj. E marr në WhatsApp. A e keni marrë ju i pari atë në telefon? Po, e kanë marrë në WhatsApp, punë momentale, i thash kush jeni ande, ai vazhdoi të më shante, të më ofendonte, të gjitha gjërat. Më të pista që më ka thënë, për edhe kam qenë me fëmijë, i kam marrë fëmijët tu, fëmijët i kam bajtur në shtëpi dhe i friksuar për arsye se mos ndodhi se di kush është ai person, nga vjen ai person. Ky është ai person, që ai mua merr fëmijë. Më rëmbej fëmijë bashkë me bashkët e tij, pa leje kalimi, dhe pa kalim dogani. Kush është ai? Nëse do jetën. Po? Nuk ke punë më me atë se nëse do jetën. Me atë. Mendoj si dush ti. Me atë. Po të them që unë me djalin tatë nuk kam punë. Djalin e ka Lila vetë. Nuk kam punë. A jeni bashkë të dy ju? Në momentin nuk jemi bashkë, po fëmin e ka ajo, fëmin nuk e kam. Po të them kaq, mos të vejnë punët shumë keq, do të ej denancimin thash. I kam çur videot e tua, kam çur videon që kemi fol bashkë, numër telefoni, kam çuar foton në të gjithë atë, nuk të kërcënoj, nuk të kështu, se s'kam punë ti faleminderi që ma hoqe mua atë nore. Më kupton? Faleminderi që ma hoqe mua atë. Që me mu ke punë të më cënosh, të më bësh, të më bësh rahat, të më bësh qetë. Unë të qetë. O, pa më ardhur mua fëmia, ti dhe ajo keni shumë punë, keni shumë llogari se ti ke marrë fëmin time këtu në Shqipëria e ma ke kaluar s'ka as edhe një vull në as një tokë. Ti je për grabitje fëmije? Nuk sem, as të kërconoj asgjë, më sidh fëmin këtu, ti dhe ajo, është gruaja jote ajo. Unë do ta ndaj edhe ta marrësh. Mirë, që cilibrimin ndaj cilibrimin direkt. Do ta ndaj unë direkt cilibrimin dhe ajo të më sjellë fëmin. E ka fëmin për gjitha, voton, e ka gjithë, sferës. Ti më the mua se me fëmin s'ke punë nëse do jetën.
dua una jetën, shikojmë qa kërcerim, qa burri e ti o që bën të tilla kërcerime. Edhe hajde ti një në vendin tim, më thuaj që kash, hajde ti një në vendin tim, të të bëj gruaj një gjë të tillë, si do jesh? Je shumë të drejtë, Hajde ti në vendin tim, një grua që më ka demonstruar çupën, ma ka bërë çupën me hije, e kam quar në psikolog çupën. E ka kërcënuar çupën do të vras nëse ti tregon, e ka lënë çupën në hotel poshtë hotelit, e ka lënë në lokal, edhe ka vajt me dashnorin lart, se mirë të pagesa, punonte me lek. Më kupton? Mos të kem të 3 fëmijë o djalë. Unë po them ka ti faleminderit që e hoqe na mua të kërkoj shumë falje edhe për acarimin. Nuk mirë kuptua mua gjak nxehtësia ime që folëm ashtu. Ti ke shumë të drejtë o shoku. Mua kaq, s'më pëlqen ai kërcënimi, edhe dua fëmijën. Me fëmijën unë nuk kam gjendje fare. Ore ti me fëmijën çfarë të doj, kupton? Nuk e di. Po ti më the mua se fëmijën ti s'ke punë se do të shi rob, do të shi motrën, do të vras, do të heq na qafe dheu. A mi the këto? Jo, unë t'i thash këto. Po, do të heq, do të vras, a më the këto? Edhe njerë, unë quhem Romeo Yzi, paka shumë e di emri. Tim, nuk më intereson për emrin tënde, se kush je, se nga kështu. Mua, unë do t'a lënë dorë të shtetit edhe kur do takojmi në gjyq, në gjykata. Nuk më intereson ajo femër mua nuk më intereson. Në rregull? Atë ta mbash me shëndet e të gjitha. Po do t'i dalin ca foto, se unë do shkoj dhe në një program, e kupton? Ca foto publikimi, në rregull? Po. Ajo të ka thënë tyja që unë jam e ndarë, apo jo? Po, ka thënë jam e ndarë. Po bëni 5 vjet lidhje, keva ardhur dhe në Greqi? Jo, në Greqi jo, s'kama në Po ti ke thënë motrës time, ke ardhur në Greqi, po pse je aq dhe pse zore djalë, mos të flasim me gjëra ko, po pse nuk i bën? Në Shqipëri e ke takuar? Në Shqipëri po, jo në Greqi po. Keni bërë gjë këtu në Shqipëri? Të Shqipëri pa shumë detaje në zadë shumë. Unë nuk dua detaje, o shoku, unë dua thjesht fëmijën time, unë dua kaq, më vi mua fëmija poshtë kaq. Po të detyroj dhe ty se ti mua më ke kërcënuar te fëmija, po more, po ti, po se le rahat atë, dhe me fëmijë s'ke punë do mbash Roelën dhe Gramozin, apo jo? Më ke thënë këto, se i kanë të gjitha shoku të regjistruara, mos e... Po, ti kam thënë, po. Ha, më ke thënë, okej. Se unë do të vras, do të çoj njerëz, do të ekzekutojnë, do të bën, okej? Në rregull. Tani, unë dua fëmijën time të më kthehet poshtë, në anë të asaj do digjesh dhe ti, o njeri, a është gruaja jote ajo? Është? Gruaja ime, ime. Okej, ta gëzosh dhe të faleminderit që më shpëtove na ajo. Ta për ta gjetë jo fëmijë, shiko Gramozës. Në rregull, unë dua fëmijë, unë s'kam kaq ditë pa fol me fëmijë. Në rregull, unë dua fëmijën. Ju nuk e di, nëse s'ka gjë, ju bëni çfarë do, unë po i them gjërë të martën. Pastaj shikoni e bëni, mirë. Në rregull. Miru pafshin, të uroj të mira dhe dashuri të mbara. Faleminderit, ciao. I dashur Romeo, kur ti fole me bashkëshorten tënde, me Sidorelën, se ti ende nuk e divorcuar, me letra je i martuar me të. Po, sigurisht. Edhe pse ajo ka ikur me një tjetër. Kur i thej që pse ma bëre këtë gjë, çfarë të tha? Iq për atëse dhe një turpi dhe respekti më ka dalë në kamerë dhe më ka folë drejt për drejt. Kështu e bëra se kështu desha. Pak një respekt pasi ajo femër është një femër pa ndjenja, pa shpirt. Ajo është një femër interesi, leku, gjithë. Nuk e di ku do përfundoj, fëmija im. Nuk më intereson për bashkëshorte. Unë dua që fëmija ime më kthehet këtu. I lutem shumë, shteti shqiptar, si më ka ikur fëmija mua ande dhe kam të gjitha të regjistruara që ka ikur me tjetrit,
me tjetrin, fëmija, qysh ka ikur mua fëmija, qysh ka dalë fëmija në toka shqiptare pa u regjistruar në sistem. Kam folur me shefin e komisariatit, më ka thënë, s'ka hyrje ose dalje. Një dalje ka 2023-shin që kemi dalë në bashkë kur kemi ardhur nga Greqia për Shqipëri. Vetëm atë dalje ka në Shqipëri dhe nuk ka hyrje dalje tjera. Romeo, e kuptoj, ti ke kontrolluar sistemin Teams për të parë hyrje dhe daljet, por fatkeqësisht ne jetojmë në Shqipëri. Dhe sidomos nga kufiri me Kosovën dhe Maqedoninë, ndodh shpesh që shumë nëna që duan të kërkojnë azil, të arratisen nga Shqipëria, duke mos njoftuar ish bashkëshortët e tyre, sepse nuk i japin prokur, përdorin këto lloj metoda në mënyrë ilegale, dalin fare lehtë nga kufiri i Kosovës dhe shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe atje paraqiten si gra të dhunuara dhe kërkojnë azil. Ka raste plot të grave të dhunuara që meritojnë të përfitojnë një azil, por kjo është bërë kaq e shpesht sa të gjitha gratë tani po e përdorin si një metodë. Dhe nuk e di se ku do shkojnë, sepse edhe shteti aty i verifikon të gjitha. To gratë të tilla nuk kanë besë, nuk kanë dhimbje, këto duhet të marrin dënimin që meritojnë, që nuk e di si një nën të braktisë fëmijën. Unë jam unë jam babai tyre, se ma jo rri më shumë me fëmijë se sa. Unë largohem për t'i ushqyer fëmijët, për mos t'i munguar gjë. Fëmijëve t'i plotësoj kushtet fëmijëve, si nuk i kam pasur una. Fëmija ime nuk dua që të jetë nuk dua që të vuaj si po vuaj unë. I qartë, i dashur Romeo, dua të shpjegoj diçka dhe e flas nga eksperienca, nga rastet të njëjta të tilla që kam pasur. Shumë persona kanë kërkuar ndihmën për të bërë publike historinë si puna juaj që gruaja ju ka ikur me fëmijët. Ajo ka kërkuar azil dhe të ka denoncuar ty për dhunë. Ajo këtë gjë do ta faktoj atje dhe në momentin që ajo do paraqitet në zyrat përkatëse, do merret në pyetje me përkthyes, do japi historinë e saj, do japi arsyet pse ka ikur, pse kërkon azil, shteti atje do t'i verifikojë dhe do lidhet me shtetin ton. Dhe në momentin që do lidhet me shtetin ton, me policinë ton në Vlorë, sepse vendlindja e saj është Vlorë, keni jetuar në Vlorë, policia e Vlorës do t'rregojë që ajo ka dalë në mënyrë ilegale nga Shqipëria, që ka shkelur ligjin. Policia do t'i thojë që babai ka bërë një denoncim që për rëmbim të fëmijëve dhe policia do t'i thojë që nuk ka asnjë lloj denoncimi që ajo është një grua e dhunuar dhe ajo nuk e di se si do t'i faktoj të gjitha këto gjëra. Nëse historia është e vërtetë si thua ti Romeo, sepse edhe shtetet e huaja bëjnë verifikime. Absolutisht shteti francez do bëj verifikim zyra atje që merret me emigrantët që i pajis pikërisht me dokumenta dhe u jep azilin, bëjnë verifikime. Nuk pajisin njerëzit me letra se shkon ti dhe pretendon se je dhunuar dhe do marrësh azil, do përfitosh letrat. Jo, ata bëjnë verifikime. Dhe në momentin që do bëjnë verifikime, gjithmonë e theksoj, nëse historia është e vërtetë siç ti tregon në këtë live, ajo do riadresohet. Nuk do t'i refuzohet azili dhe do riadresohet. Sepse e them këtë gjë me shpresën që Sidorela të më dëgjojë dhe ta kuptoj se çfarë ka bërë dhe se çfarë e pret. Dhe në momentin që shteti francez do e riadresoj, e detyron të rikthehet në vendin e saj, ajo sapo të bëri në Shqipëri ka një denoncim që ndalohet, se ti e ke denoncuar që ka kaluar kufirin në mënyrë ilegale me një fëmijë 3 vjeç pa prokurën tënde. Dhe këto nëna ti vën gishtin kokës dhe të mendojnë ç'a bëjnë. Pa dalje nga shteti shqiptar, pa u regjistruar. Qysh ku e ka fut të fëmijë, e ka kalu në Mali, e ka fut në bagazh, e ka fut në çantë, ku e ka fut të fëmijë, çka ka trequr ky fëmijë? Unë s'di gjendjen e fëmijës time, e shikon një herë fëmijën time kështu, e shikon një herë fëmijën time kështu, nuk e di se çka ka psuar fëmia im. Qysh më ka psuar ta 2 fëmijët e tjerë këtu? Kam psuar gjëra psikologjikore, ato që mua më tregon Shupa më ka thënë që e ka marr Nëna në hotel këtu, edhe ka lënë poshtë hotelit, këto nuk ti them me gënjeshtër, dua një psikolog, një diçka që të verifikojnë gjitha gjëra. Nëse unë them një gabim, unë dua të më japin dënimin për këtë gjë që po them. Ka marrë Çupën, e ka çuar në hotel, e ka lënë poshtë hotel,
i ka dhënë telefonin, më tregon çupa dhe dita ditës më ngrihet çupa në 2 natës. Na gjumi dhe trëmbë. Edhe i ka dhënë telefonin, i ka thënë do shkoj deri në banjo. Banjoa vete 2 orë tipun mbi hotel. Një. Pastaj vazhdon. E merr fëmin me 2 piranec. Me 2 piranec, më tregon çupa, edhe e ip në makinë, edhe ikëm bën xhiro, nuk e di çfarë ka ndodhur, dua edhe një vizitë trupore për fëmin, dua një diçka që t'i bëj fëmis. Po këtu mua nuk po më zgjidh absolutisht as edhe një me problemin që kam. Me problemin Nuk e faj, është e tmerrshme dhe unë nuk e di, këto nëna, bëjnë qa bëjnë... Nuk janë vetëm këto, në çdo cep të Vlorës që marr çupën e dal, më thot çupa o babi, këtu kam qenë me mamin me atë çuni, me pica. Këtu kam qenë aty, këtu kam qenë këtu. Çfarë ka ndodhur me këtë fëmijë time? Ku e ka çuar këtë fëmijë? Çfarë? Ai është një nënë e papërgjeshëm. Ajo duhet të vi për 24 orë këtu në Shqipëri. Në Shqipëri duhet të vi për 24 orë. I ka me fakte, të tregoj dokumentacionin që kam çuar te mjeku. Dua një psikolog për fëmijën time që ta di se çka ka bërë. Dua një mjet ligjor që ta shikoj fëmijën time, mos i ka ndodhur diçka. Fëmijën tim, se s'e di. Është e rëndë. Nuk e di se çfarë ka ndodhur. Ai po gjesta me një fëmijë, afër aty, çfarë nuk po të dëgjojnë veshët. Në këtë botë çfarë po dëgjojnë veshët. Nuk e di se çfarë është bërë, absolutisht nuk e di. Unë di gjendjen e fëmijës time atje. Shikoj fëmijën një herë, fëmijën kështu në kamer, edhe më mbyllë telefoni, prisë jam këtu, prisë jam aty. Do t'ju tregoj, nëse doni, t'ju çoj në WhatsApp foto, video, çfarë janë, ju ti shikoni, edhe do çmendesh. Unë me këto të gjitha i kanë treguar, ku këtu, atje, asnjë njeri zgjidhje, sikur ai fëmia është një menore. E di ç'do më thënë, rëmbim një fëmijë pa leje kalimi dhe pa dalur nga Shqipëria. Kjo është një gjë shumë e rëndë për shtetin shqiptar. Çova motrën time. Nuk ja si parja, si vetmi dhe si fundit, besoj nuk do jesh Romeo që ndodhin këto gjëra në Shqipëri. Dhe më vjen keq, por përpara se më tregosh me motrën, dua të lutem, sepse është e rëndë, ti dyshon se diçka mund të ketë ndodhur vajzës së vogël 9 vjeçare? Po, diçka do të ketë ndodhur, nuk e di, tani nuk jam i sigurt me të gjitha gjërat që mua çupa më thot dita ditës, nuk e di çfarë ka ndodhur me këtë fëmijën time. Më çupa më ngrihet 2 natës, më rishu në këmbë. Çfarë ka ndodhur me këtë fëmijë? Çka ka kaluar kjo fëmia ime? Duhet të gjesh një psikolog urgjentisht, Romeo. Ku do ta gjej? S'kam ekonominë. Një psikolog të shkolla, kërkosh ndihmën, Romeo, të lutem. Vajza vete në shkollë, çfarë klase është? Vetëm në shkollë, është klase 2. Atëre, në shkolla ku është vajza, ka psikolog, çdo shkollë ka psikolog. Shko dhe tako psikologën e shkollës, tregoj situatën, ta marri vajzën të flasi, të kuptoj gjendjen e saj, se ndoshta vajza ka nevojë që të bëj disa seanca me psikologen, por më lejo pak, se jam vetë nën, kam vetë fëmijë, më lejo pak të bëj një thirrje për gjitha ato nëna që ndoshta ndonjëherë nuk e meritojnë fjalën nën, bëjnë çfarë bëjnë me trupin e tyre, duan të tradhtojnë, të bëjnë çfarë të duan, por mos marrin në qafë fëmijët e vegjël. Shkojnë ku shkojnë, mos të i kenë prezent fëmijët e tyre, se u ngelen trauma dhe dëmtojnë shëndetin mendor të fëmijëve të tyre. Ju bëj thirrje të gjithave këtyre nënave dhe si Dorelës, nëse i ka bërë këto, se ky është versioni juaj, por e vërteta unë nuk e di, por nëse janë të vërteta, është turp për të gjitha ato nëna që bëjnë këto veprime si Dorela. I dashur Romeo. Si Dorela, do t'ju çojnë ndonjë foto, do t'ju çojnë diçka që Romeo. I dashur Romeo, por nëna juaj, si sillesh me nënën tuaj? Kishte kuptuar diçka nëna juaj? Po, nëna ime kishte mbuluar 2 herë problemin që ju thash në Greqi. Kur e kam marrë vesh më vonë. Kemi pasur sa debate. Më fal që të pyes, sa vjeç je Romeo? Unë jam 31 vjeç. Dhe 100 vjeç, por nëna e fëmijëve sa vjeç? 28 vjeçë. Kemi 10 vjet martesë.
kemi 10 vjet martesë, 3 vite kemi njohuri. 13 vite kemi jeni bashkë. Dhe dua të pyes, jeni njohur para 13 viteve, si jeni njohur ju të dy? Jemi njohur të vegjël, kam njohur 3 vite, pastaj e kam marrë në Turqi, kemi bërë dasëm në Turqi. Ka ardhur në Shqipëri 2017. Po. Jo, më fal, 2014 në Shqipëri. Jo. Pak rëndësi ka viti. E qartë, e kuptoj dhe ngarkesën tënde. Pak rëndësi ka viti. Kemi ikur 2014 nga Shqipëria, që ka marrë edhe nuse, kemi bërë dasëm në Turqi. Na Turqia pasaj ngjelëm. 3 vite, jemi kthyer 2017, pa hyrë 2018 ka marrë pak shorten, i ka marrë në Greqi, kam ikur përpara ona, ka marrë në Greqi, atje kam lindur. Në Turqi kam lindur 1 çuk, në Greqi kam lindur 2 çuna. Romeo, si ka qenë jetesa juaj? Se keni jetuar 13 vite bashkë, nuk është pak. Jetesa jone është prishur para 5 vitesh dhe kur e kam zënë me këto 2 probleme, 2 tradhti. Pra, konfliktet nisen për shkak të tradhtisë përpara 5 viteve. Po, gjë normale që nisen për gjëra të tilla. Ju ishit në Greqi, edhe doja vazhdo, na mërzia se burra jemi mendje ke pia, nuk i mohoj gjëra që unë kam bërë. Si mohoj gjëra që unë kam bërë. Këto, pia në njërë edhe humbja të pasë e mëson dhe pse pi, pse bën, si mos të pi una me gjëra që ti ke vepruar. Më ke shkelu. Ajo do të tradhtoj në Greqi dhe ju e zbulua tradhtin. Po. Por, do të bëj një pyetje mos ma merr për keq. Fare. Të gjithë thonë që e fala për hir të fëmijëve. Po nuk besoj që është kjo arsyeja. Pse duhet ta falje? Ja ti e fale dhe sot arrite në këtë pikë. Është një shprehje e bukur që ka populli shqiptar. Ujë ku qime në ndërron, por zakoni nuk e harron. Dhe ai që e bën një herë, e bën edhe 2 herë. Mendova vitet që kishim kaluar, mendova fëmijët, edhe dashurinë që kisha për të. E ke dashur? Po që normali që kam dashur, më ka sjellë në jetë 3 yje. Më ka sjellë në jetë 3 yje. Çfarë do të bëja? Do ta praktisja. Unë kisha mundësin ta mirja në shtëpia e ta nxirja në rrugë. Në ato momente, se ajo në Greqi s'ka pasur asnjë, ta nxirja në rrugë. Po jo, se kam bërë atë gjë. Nuk jam kthyer që të bëja keq ndaj asaj. Por si e justifikoi tradhtin? E pranoi, të kërkoi falje apo e mohoi? Jo, absolutisht, ako vazhdonte akoma ta mohonte. Ta mohonte. Okej, dhe unë ma bëra një veshur edhe një styqor. Dhe e fale. Çfarë do bëj? E i thash, të lutem mos e bëj më, e si në Shqipëri. Qoj gjera, kishte 5 vite që më tradhtonte me këtë person. I kam videot, i kam gjitha. Por pse, me këtë të ka tradhtuar dhe në Greqi, është i njëjti? Jo, ta janë të tjerë. Nuk e di se sa ka pasur ajo, nuk e di, besoj që ti nuk i di numrin njërë. Me pak fjalë. Po së është e rëndë, sinqerisht është e rëndë, por ti erdhe në Shqipëri dhe u detyrove të punoje në Greqi për të mbajtur familjen, e kuptoj këtë gjë. Po gjë normale se këtu në shtetin tonë nuk mundet që ti kushtoj familjes komplet gjërat që duhen. Nuk ja plotësoj dot kushtet. Ja plotësoj dot kushtet, si ja plotësoj dot, se unë kisha 6 veta mbykurrizë, në vetën time 7 veta që punoja, në mëngjes gjendar, djeli në darkë, për të mbajtur familjen. Por Romeo, ti e kthyer nga Greqia, je me 2 fëmijët e tu, je me nënën e sëmur, por fëmijët çfarë thon për nënën? Nënën, çfarë thon, çupa nuk e do fare, absolutisht. Ai kërkon të vllai, dhe kërkon të vllai, thot si më iku, thot si iku Muhamedi, kush Muhamedi do vi dhe edhe çuni tjetër i vogël, për vllain, nuk e kanë kështu se i lindë fëmijët si në burr. Dua një pak të ndihmë psikolog të shpjegoj të gjërat me shkrim, me të gjitha, po ta marri me orë të tëra fëmijën time, ta pyesi
ta pyesin, edhe nëse dal una një gënjeshtër unë do pranoj dënimin na kush do. Se këto nuk janë gjëra të lehta që thuaj për një fëmijë. Qartë, e kuptoj, por kur ti flet me Sidorelën në telefon me kamër, që të nxjerr djali çfarë thot? Ai është i vogël, ai s'kupton asgjë. Do vi, i them, Muhamet do vish poshtë, do vish po, ai ja bën jo. I flet në mbas i shtyn nuk e di për çfarë arsye, ka kërkuar të vazhdojë një jetë të tillë, po, më sjellni djalin, nuk i kërkoj gjë tjetër. Vit më sjellni djalin, edhe të iki prapë. Do t'ja heq të gjitha me denancile me gjitha. Vit të ndahet edhe të iki. S'më intereson gjë fare për atë. Të ndahet me mua të iki. Do t'ja heq fare denancile. Të jap fjalën, po them për të gjë, do t'ja heq denancile. Si asaj dhe si të dashur të asaj. Se ai ka bërë një vepër penale, marrje fëmijës, rëmbim fëmijë bashkë me bashkëshortën time, ka bërë rëmbim fëmije pa prokurën time dhe daljen pa qenë në sistem. Qysh ka kaluar ky fëmijë? Më jep një shpjegim, ti si shtet, ti çfarë do të mbullosh në të jetë? Ju, ti shteti shqiptar, si shteti shqiptar, duhet ta kishte këtu për 24 orë me aq video, me aq foto, me aq fakte për këta dy lloj njerëz, se nuk arrin një njeri tani. Nëse shteti nuk merr masa, unë detyrohem si prind të shkoj atje, të shkaktoj pastaj. Jo u vra ky, jo vra ai, jo vra. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye bën to? Për gjëra që shteti nuk jep të drejtën e nuk ndalon. Këto nëna gjithë në të lloj forme. Romeo, po kur flet me Sidorelën në telefon që i kërkon djalin, ajo e kërkon vajzën dhe djalin që ka lënë aty në Vlorë? I kërkon, por fëmijët nuk duan. Ja tregoja pse janë dështu fëmijët. Nuk e duan, se kanë kaluar Trump. Kanë kaluar fëmijët, unë nuk e di. Por ajo të ka thënë që nuk kthehem, më? Nuk se, ajo gjë tjetë, i them, më kthe djalin, jo nuk e kthej, më kthe djalin, jo nuk e kthej, më kthe djalin të lutem, si ke lënë për ke praktis, jo nuk i kam praktisur fëmijë, thot. Qysh nuk i ke praktisur fëmijë ti? Qysh nuk i ke praktisur ti fëmijë? Nuk i vjen keq për dy fëmijët e tjerë që i ka lënë vetëm aty? Absolutisht, ajo po të qëndroj në azil atje, po qëndroj në azil, mos bëja unë denancin, fëmijën mund nuk e shkoj kur, dhe nuk e di se kur do jetë ai fëmija ime, qysh do rritet, me qa fryme do rritet ai fëmija ime. Ti më the që me Vjerrin nuk i kam kontakte të mira, por në të situatë që të kam ndodhur, nuk e ke telefonuar Vjerrin? Më kam bërë të gjithë blok, Vjera, Kunetri, gjithë blok, unë kam pasur një javë s'kam folur me fëmijën tim. Një javë nuk kam folur me fëmijën tim. U bërë aq merak, gjesa, rria tërë ditën e ditës në anë, edhe vazhdoja dhe mendoja çaj ka ndodhur, çfarë s'po dëgjon, rëmbim fëmijësh, rëmbim të bëjmë të çojnë atje shesin. Por pse nuk ta hapi telefonin? Pse nuk ta hapi telefonin një javë? Nuk e di arsye. Po të di arsye do ja usoja dhe arsye. Se një baba që ikën vajza, lë burrin, lë fëmijët, ikën me të dashurin, doja treqi veshin. Është më e pakta që mund t'i bëj. Besoj unë një baba. Ai pse nuk të do ty si dhëndër? Do më thëmë pse nuk flisje me të dhe nuk i kishe kontaktet e mira përpara se nusja ti ikte? Po, si kisha qenë Turqi, se kisha mora, kur ka marrë nusën lartë, nusja ime do me rak për prindin të saj. Eto dhe ti kishta atë. Kej, thash, bëra punova ca kohë, blodha parat, ja u qova në Shqipëri, bëri pasaportet e të gjitha, dhe i gjeta një shtëpi në Turqi i mora. Kjo ndërkohë, ky vazhdonte se është një tip shumë më ndjelet, flet gjëra të pamendueshme.
Edhe në një moment baba ime, nuk e di çka kishin thënë të dy, edhe se ne shkëmbeni me gruan telefon atë kufje, se flisja gjithmonë. E qartë, siç bëjmë të gjithë. Në një moment pasaj, vina puna, una futem në zonë, edhe si e bëja gjithmonë. Mira kufjen në angusion dhe gjoja. A kupton, gjoja dhe flisja, ku jeni, si kaloni, se kështu e kishim edhe menin në telefonat e një tjetër. Kënë atë kohën që lova, marrë kufjen dhe gjoj, pa i për baban tim, e më vazhdoj të ofendot me baban tim. E kuptova. Edhe unë vete, i shua, i mua krua, mu gollë, edhe unë pasaj nuk i kisha një gjerat me ata, i nuk më deshte që atere, dhe kur ka vajtur në Francë, nuk e di se sa shua. Ky, Altin Mustafa, kërkon, i bën burë, gru qupës të saj, që është e martuar me 3 fëmijë, me burë në krah, 13 vite martes, 10 vite martes dhe 3 vite lidhje. Ku ekziston kjo botë, o zoti madh, ka perëndi. I dashur Romeo, sigurisht më vjen shumë keq për ty. Nuk kam se si të veproj, nuk kam se çfarë të bëj, jam aq. I lutem shtetit shqiptar të ndihmoj që të më sjellin çunin këtu. Dua çunin me se s'bën që të vinë në Shqipëri. Pse? Se nuk ja kam besimin, se është nënë e papërgjegjshme. Po. Kishte përgjegjësi për kalamajt, mos kishin ndodhur këto gjëra, ta mbante çuni, po unë nuk kam besim te ajo nën. E dua çunin me se s'bën. I dashur Romeo, unë jam e sigurt që Sidorela me partnerin e saj të ri do e dëgjoj këtë video dhe do më kontaktoj, kam përshtypjen. Ke një mesazh që do t'i përcjellësh ditën e sotme? Sidorelës dhe partnerit të saj. Më sjeli djalin edhe nuk dua as edhe një lloj gjaje nga ajo ta mbaj të jetoj jetën. Vetëm më sjeli djalin, do t'i jej denancimet të gjitha, vetëm sjeli djalin. Më sjeli djalin. I dashur Romeo, unë uroj që të bashkohesh me djalin sa më shpejt, uroj që Sidorela të na ndjeki, të reagoj, të ndërgjegjësohet, ta kuptoj qëllimin e një nëne, që 2 i braktis dhe 1 e merr, të kuptojë situatën tënde, uroj të më telefonoj. Inshallah i mbushet mendja edhe dëgjoj të kështu edhe të ketë çik dinsuri që të sjellë fëmijë, kaq. Unë do ta këtë gjë, nuk do ta lë në shesh. Unë të gjërë do të ndje gjeri në fundsat më cilë një djali. Ke të drejtat e tua, je babaja ati fëmija. Absolutisht, ke të drejtat e tua se je babaja ati fëmija dhe do kërkosh fëmijën tënë. Por që si me sa kuptoj unë... Ati fëmija dhe nuk e di, piktu po, do ndajt me gjyq po, qatë ja për gjyqi? Gjyqi të ikësh po, patëm, unë e di se ku është e i fëmija ime, e di, ku jeton. Do kështë të drejtë e takimit, pra, me sa të kuptoj unë do i drejtohesh gjykatës për të bërë divorci dhe gjykata vendos pastaj për kujdestarinë e për gjithçka. Mirë, Romeo, sinqerisht më erdhi shumë keq që dëgjova këtë histori, ta uroj me zemër të bashkohesh me djalin tënd të vogël, uroj që Sidorela të reagojë nga ky live, do mbetemi të dy bashkë në kontakt. Kështu që të përshëndes Romeo. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet. Keni një eksperiencë të bukur, e theksoj, një eksperiencë të bukur për të ndarë, jeni të lutur të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më shkruani mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite tashmë e kam thyer tradit, ju e dini, ju që jeni besnik të faqes time. Çdo ditë, paradite, live ora 10, jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, që më mbështesni, që më komentoni, që më shkruani pafund në rrjetet e mia sociale. Ju dua të gjithëve për të gjithë fjalët pozitive dhe energjinë pozitive që përcjellni tek mua. Ju puth dhe takohemi nesër.